Valet e ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. A doni të jetoni sa më gjatë? Atëherë bëu i dobishëm. A doni ta mbani veten gjithmonë të ri në zemër? Atëherë bëu i dobishëm. Bëu më i mirë në atë që bën jetë. Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Në shumë kultura, nderimi dhe vlerësimi janë të rezervuara vetëm për ata që janë të shkuar në moshë. Ndërkohë që kultura perëndimore vlerëson rinin dhe vitalitetin mbi gjithçka tjetër. Si rezultat, të gjitha industritë kanë filluar të na ndihmojnë të ruajnë rininë e plot. Mendo, ka bojë për të mbuluar thinjat, makiazh për të fshehur njollat e moshës dhe operacione për të hequr rrudhat. Këto dhe shumë produkte të tjera na ndihmojnë të ndalojmë rrjedhjen e kohës. Por, a ka ndonjë mënyrë se si të mbetesh i ri në shpirt? Dr. Stanley thot po. Qëndro me ne dhe mëso 7 hapa të kyç se si të mbetesh i ri gjatë gjithë jetës. Në këtë mesazh dua të mësoni se si të mbeteni të rinj gjatë gjithë jetës suaj. Ju nuk keni pse të plakeni. Trupi juaj mund të plaket, por ju jo. Kjo është çështje e qëndrimit të zemrës. Kështu sot dua t'ju jap disa sugjerime që do t'ju ndihmojnë të bëheni të rinj gjatë gjithë jetës. Dua të filloj me të parën dhe është: vazhdo të mësosh. A doni të mbeteni gjithë jetën i ri? Nëse përgjigjja është po, atëherë ju duhet të vazhdoni të mësoni. Shumë njerëz janë të gatshëm të ndalojnë së mësuari. Ata nuk duan të mësojnë, janë të kënaqur me aq sa dinë. Shumë njerëz pothuajse nuk lexojnë fare, kanë kohë që nuk kanë lexuar ndonjë gjë të re. Nuk duan ta lodhin më trurin. Duan vetëm dikë që t'i mëkojnë në mënyrë pasive. Kjo është arsyeja pse ulen dhe shikojnë televizorin në vend që të lexojnë dhe të provojnë të gjejnë diçka të re. Perëndia do që mendja juaj të jetë e mpret. Ai do që ajo të mbushet me fjalën e tij. Pasi të mbushurit e mendjes me fjalën e tij, do të realizojë diçka në trupin, shpirtin dhe frymën tuaj. A doni të mbeteni gjithmonë të rinj? Mbusheni veten tuaj me fjalën e Zotit, sepse ajo do t'ju mbajë gjithmonë të rinj. Do ta mbajë zemrën tuaj të pastër. Do të mbajë të pastër trupin dhe shpirtin tuaj. Fjala e Zotit do ta mbajë mendjen tuaj të pastër. A doni të mbeteni i ri gjithmonë? Atëherë vazhdoni të mësoni. Gjëja e dytë që mund t'u them është: vazhdo të duash. Nëse nuk doni njeri, nëse nuk ndjeheni dashuruar nga ndokush, do të filloni të plakeni shumë shpejt. Mendoni pak rreth kësaj. Pse na krijoi Perëndia? Që të duam njëri tjetrin. Ai na krijoi ne që ju dhe unë të duam atë në shkëmbim dhe të duam çdo kënd. Thjesht ju pyes: kush është ai person që e doni me të vërtet shumë? A mund të përmendni dikë që jeni plotësisht i bindur se ju do? Më lejoni t'ju pyes: a e doni Zotin? A besoni se Zoti ju do? Ju mund të thoni: e di që Zoti më do sepse kështu thot Bibla. Por a e ndjeni këtë në emocionet tuaja? Kur shtriheni natën në krevat, kur zgjoheni në mëngjes, kur punoni gjatë ditës, a e ndjeni praninë e Perëndisë dhe dashurinë e tij në zemrën tuaj? Sepse nëse ju e ndjeni dashurinë e tij, ju do të gjeni kënaqësi, besim, siguri dhe një lumturi të papërshkrueshme. Nëse doni të qëndroni i ri gjatë gjithë jetës, bini në dashuri me dikë, duke filluar me Perëndin dhe pastaj mësoni se si të lejoni dikë që t'ju dashuroj. Mund të them se është edhe një tret: vazhdo të qeshësh. Kjo është të jesh i këndshëm në zemrën tënde. Ndoshta një nga arsyet pse nuk qesh është për shkak të situatave apo rrethanave të vështira me të cilat ndoshta po ndeshesh. A e di mik, ne të gjithë përballemi me rrethana të pakëndshme. E di që është e vështirë të qeshësh nga vetja, por kur kuptoni se një Perëndi sovran, i gjithëpushtetshëm, jeton brenda nesh, fillon vetvetiu të buzëqeshësh, sepse ai mund t'ju aftësoj
të buzëqeshni në çdo kohë. Sa herë kam vizituar njerëz gjithë këto vite në spitale që edhe pse ishin në buzë të varrit, u qeshte fytyra. Pse? Sepse e dinë se në momentin që Perëndia do t'i thrasë, ata do të shkojnë në parajs. Ata kanë këtë garanci të mrekullueshme që mbështetet në marrëdhënien e tyre me të. E qeshura nuk është vetëm e shëndetshme për trupin, por edhe për shpirtin dhe frymën tuaj. Tani, nëse po jetoni një jetë në mëkate, mosbindje dhe në kundërshtim ndaj Perëndisë, keni të drejtë të ngryseni sepse po shkoni në drejtimin e gabuar. Por nëse jeni një fëmijë i Perëndisë, duhet të jeni shembull për njerëzit e tjerë që kur Krishti të vijë në jetën tuaj, të keni diçka për të gëzuar. Dikush ju do pa kushte pavarësisht nga ajo që bëni. Gabimet tuaja nuk e ndryshojnë as pak dashurinë e Perëndisë për ju. Nëse doni të mbeteni të rinj, ju duhet të vazhdoni të punoni. Tani, shumë vetë nuk e pëlqejnë këtë pjesë. Çfarë ka thënë Perëndia? Ja si çfarë tha Perëndia tek libri i Eksodit, kapitulli 20, vargjet 9 dhe 10. Do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde. Por dita e 7 është e shtuna dhe është e shenjtë për Zotin Perëndin tënd, një ditë pushimi. Ne e kemi ndryshuar këtë. Ne e kemi lëvizur atë nga 6 në 5. Ne pëlqejmë të hënën, të martën, të mërkurën, të enjten, të premten dhe pastaj stop. 2 ditë pushim për veten. Por a e dini, Perëndia dinte më mirë se kaq. Ai e dinte mirë se çfarë mund të bënin shumica prej nesh. Kështu që tek libri i Eksodit, kapitulli 20, vargu i 9, Perëndia thotë: do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde. Tani dua të vini re me kujdes Psalmin 92, vargu i 12. I drejti do të lulëzojë si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Pema e palmës për të cilën flitet këtu rritet 27 metra e lartë dhe është e mbushur shpesh me fruta nëse janë palma kokonat. Atëherë ai thotë, do të rritet si kedri i Libanit. Kedri rritet 37 metra i lartë. Dhe më e bukur është se degët e tyre janë pothuajse gjithnjë paralele me tokën. Ato janë të qëndrueshme dhe të forta dhe e kanë perimetrin ndonjëherë 9 metra. Kështu që Perëndia përdori një shembull për atë që është e fortë, rritet thellë dhe që është plot me fruta. Dhe thotë: i drejti do të lulëzojë si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Atëherë ai thotë në Psalmin 92, vargu 14: do të japim fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blertë. Kjo thjesht nuk kupton se pavarësisht se çfarë moshe keni, do të jemi të frytshëm dhe produktiv. Ju mund të keni dëgjuar rreth qëndrimeve të mia mbi pensionin. Nuk jam kundër njerëzve që ndryshojnë punët. Nuk jam kundër njerëzve që dalin në pension nga puna e tyre e gjatë që kanë kryer gjithë këto vite. Por të dalësh në pension dhe të mos bësh asgjë tjetër është një mëkat. Sepse ja se çfarë ndodh kur ju thoni, do të shkoj të shtrihem dhe të bëj çfarë më do qefi. Do të bëj gjumë. Dua vetëm të pushoj. Boll kam punuar. Kështu truri juaj i dërgon mesazhe trupit. Gjithçka është e mbyllur, është vetëm çështje kohe, edhe e gjitha kjo për arsyeën e thjeshtë se keni pranuar plakjen. Dëgjoni. Nuk ka asnjë varg në shkrime ku të thuhet se kur arrini një moshë të caktuar, nuk do të keni më fryte. Çfarë thot Perëndia? Ai thot: ata mund të japin fryte edhe në pleqëri. Ne mund të jemi të dobishëm dhe të frytshëm edhe kur jemi të rënduar nga vitet. Ne përfaqësojmë birin e Perëndisë. Mendo rreth kësaj për një moment. Disa pemë japin fruta më të mira kur plaken. A mund të jetë e vërtet kjo për të gjithë ne? Me të gjitha vitet e përvojës edhe të gjitha gjërat që na ka dhënë Perëndia, për shkak të besimit që ne kemi në të, ne mund të vazhdojmë të prodhojmë fruta. Dhe ndërsa kthejmë kokën pas, shohim se si na ka shpëtuar dhe na ka mbajtur fort Zoti, si na ka ndihmuar Zoti të kapërcejmë situatat në jetë. Sa më gjatë të jetojmë, vini re me kujdes se nuk po them sa më shumë të plakemi, por sa më gjatë të jetojmë, aq më të dobishëm duhet të bëhemi, sepse ne kemi shumë për të dhënë. Me gjithë këto që keni mësuar, me gjithë këtë që keni provuar në jetën tuaj, Perëndia thot në Psalmin 92, vargu i 14: ata do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blertë. Pra, ju do të jepni fryte në pleqëri dhe do të jeni të lulëzuar dhe të blertë. Lulëzimi flet për energji që buron.
tregon rigjenerim, gjallëri. Tani çfarë thot ai? Ai thot, ai mund të rinovojë djalërin dhe rinin ton si atë të shqiponjës. Karakteristika kryesore e shqiponjës është fuqia, dhe ajo ngrihet mbi erërat e forta. Por çfarë thot Perëndia? Ai do të rinovojë djalërin ton si atë të shqiponjës. Libri Isaias, kapitulli 41, vargjet 29 deri në 31. Ai jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqinë e të këputurit. Të rinjt mundohen dhe lodhen, të rinjt e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen. Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Pse plakemi ne? Cila është arsyeja e plakjes son? Dalojmë së punuari. Dalojmë së qenuri kërkues. Perëndia nuk do që të ndalojmë së punuari pavarësisht nga mosha juaj apo gjëra që keni bërë në jetë. Gjithmonë duhet të keni një projekt të ri. Nëse doni të qëndroni i ri në zemër, i ri në jetën tuaj, atëherë dëgjoj. Puno si thot Zoti. Ja se çfarë ndodh. Ju do të keni një ndjenjë të lartë vetvlerësimi. Do të ndjeni i vlefshëm. Do të ndjeni sikur po kurorzoni diçka. Në jetën tuaj po ndodh diçka me shumë vlerë. Fjala tjetër që mund të them është: vazhdo të braktisësh. Ju mund të thoni, çfarë nën kuptoni me braktisje? Vazhdo të braktisësh çfarë? Vazhdo të lësh pas teje të gjitha të bagazh emocional të tepërt si përsosmëria, inatosja, hakmarrja, antipatia, grindja, kriticizmi dhe ndjesia e të mohuarit. Lër më njarë mënyrën se si ju kanë trajtuar dikur të tjerët. Ndoshta keni plagë dhe dhimbje të vjetra, ndoshta keni kujtime të vjetra nga e shkuara që duket se në një farë mënyre ju rrin gjithkohën në mendje. Nëse jetoni në të shkuarën, nëse jetoni me dhimbje të vjetra, ato do të vazhdojnë të rikthehen në mendjen dhe në zemrën tuaj kohë pas kohe. Ankimet e vjetra, xhelozit, do t'ju plakin, sepse Perëndia nuk dëshiron që fëmijët e tij të jetojnë me këtë lloj gjendjeje që unë e quaj bagazh emocional në jetën e tyre. Perëndia nuk i do këto gjëra në jetën tuaj. Nëse doni një shpirt rinor, doni ta shijoni jetën, atëherë ju duhet ta hiqni gjithë këtë bagazh emocional për veten, që nuk i shkon natyrës suaj të re. Kur Jezusi erdhi në jetën tuaj, ai i fali mëkatet tuaja. Tani ju duhet t'i harroni vetë. Ai e heq dhe është i gatshëm të largojë nga jeta juaj gjithë këtë bagazh emocional. Nëse ju vetë do të jeni i gatshëm ta hiqni atë. Je i gatshëm dhe lejoje Perëndin ta bëj këtë gjë. Dhe çdo ditë zgjohu me mendimin se është një hir i Zotit që nuk kemi shkatruar plotësisht, sepse mëshira e tij nuk ka mbaruar plotësisht. Ajo për të rrihet çdo mëngjes. E madhe është besnikëria jote. Zoti është pjesa ime, thot shpirti im. Prandaj do të kem shpresë tek ai. Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e kërkon. E madhe është besnikëria jote. Mëshira e tij është e re çdo mëngjes. Ju dhe unë mund të kalojmë çdo ditë si të ishte e veçantë. Ne kemi të drejtë të jemi të kënaqur, kemi të drejtë të jemi të lumtur dhe optimist për atë që do të bëjë Perëndia. Dhe për më tepër ditët mund të jenë të vështira, por ne mund të gjejmë një kënaqësi që do të na japë fuqi të kalojmë çdo situatë të vështirë me të cilën na përball jeta. Ju do të plakeni me shpejtësi nëse nuk do të mësoni të gjeni kënaqësi tek Zoti, pavarësisht se me çfarë përballeni në jetë. Ju do të plakeni shpejt nëse nuk mësoni të lini mënjan të gjitha gjërat që ju shqetësojnë, që ju kanë thyer zemrën apo që ju kanë zgënjur. Ju duhet të lini të gjitha këto gjëra pas, t'i braktisni dhe të mos i prekni më me dorë. Atëherë fjala tjetër që unë doja të përmendja është dëshira. Ndoshta mund të thoni, çfarë nën kuptoni me dëshirë? Me këtë thjesht nën kuptoj që të gjithë ne mund të kemi ëndra, dëshira dhe qëllime në jetën tonë. Por edhe Perëndia ka qëllime për ta. Perëndia ka dëshira për ju. A nuk thot ai në Psalmin 37 vargu i 4? Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Dhe disa njerëz shprehen, nuk kam ndonjë objektiv. Më habisin disa njerëz që sa herë i pyes, cilat janë objektivat në jetën tuaj, më shikojnë në sy dhe si të habitur përgjigjen me një pyetje tjetër. Objektivat?
Çfarë do thuash me objektivat? Çfarë synoni ju që të arrini? Për çfarë po kërkoni në jetë? Është e rëndësishme të jeni duke punuar për diçka. Dhe shpeshherë një njeri thot, kam plan të martohem. Në rregull, e kuptoj këtë. A synoni ndonjë gjë tjetër? Nëse kjo është gjithçka që ju synoni për veten, është paksa e mangët, pasi Perëndia ka qëllime të mëdha për secilin nga fëmijët e tij. Ata nuk mund të kenë të njëjtin synim me atë që ka dikush tjetër. Për më tepër, kjo nuk është një çështje për tu marrë në konsiderat. Çështja qëndron këtu. Perëndi, cili është plani yt për jetën time? Çfarë ke ti në dispozicion për mua? Nëse zgjoheni çdo mëngjes dhe gjithçka duket gri, nuk jeni të lumtur dhe të kënaqur, atëherë diçka nuk shkon mirë. Por sa herë që zgjoheni në mëngjes me dëshirë të bëni diçka, të arrini diçka, të ndihmoni dikë, do ta shijoni jetën tuaj. Por kur pushoni në mënyrë të pakontrolluar, ju do të filloni të plakeni. Nëse doni të mbeteni të rinj, atëherë ju duhet të planifikoni dhe të ndërroni shumë gjëra. Duhet të jenë aq të mëdha saqë të mos ndodhin pa ndihmën e Perëndisë. Ka disa gjëra që ju dhe unë mund t'i bëjmë me fuqinë tonë njerëzore, por shumë të tjera jo. Ne kemi nevojë për një motivim në jetë që këto gjëra që na ngrojnë të jenë më të mirat. Asnjë nga ne nuk e di se sa të aftë jemi. Ju nuk i dini plotësisht të gjitha mundësitë tuaja. Nuk e dini se sa i keni mundësitë derisa të motivoheni për të punuar. Ja pse disa nga vështirësitë dhe vuajtjet tona në jetë bëhen kohët më të vlefshme. Pasi ju mund të thoni, a e dini çfarë? Nuk ma merr të mendja se do të mund ta bëja ndonjëherë këtë gjë. Nuk do ta besoja kurrë se mund të më ndodhte pikërisht mua. Nëse doni të mbeteni të rinj gjatë gjithë jetës, ju duhet të jeni i motivuar, të shkoni pas një motivimi, të mos dorëzoheni, të mos hiqni dorë, të mos tërhiqeni dhe të mos largoheni. Kështu ju do të rriteni. Bibla thot në Psalmin 92, vargu i 14, do të japin fryte edhe në pleqëri, do të jenë të lulëzuar dhe të blertë. Në vitet e vonshme, lulëzimi do të jetë më i fortë në jetën tonë, dhe ju do të keni energjinë e Perëndisë në jetën tuaj. Do të rifreskoheni dhe rinovoheni ashtu sikurse edhe mëshira e Perëndisë është e re çdo ditë. Energjia e Perëndisë është e re çdo ditë, dhe pyetja që ngrihet është: çfarë ju motivon të zgjoheni çdo mëngjes përveç faktit se ju duhet të shkoni të punoni? Çfarë ju motivon të bëni më të mirën tuaj, të doni të tjerët dhe të shihni me optimizëm të ardhmen? Më të mirën për shkak të atij që përfaqësoni. Kjo dëshirë padyshim që vjen nga Perëndia, të plotësoni vullnetin e tij dhe të bëni gjithçka sipas mënyrës së tij. Atëherë mund t'ju jap një fjalë tjetër dhe kjo është: vazhdo të jesh i hapur, të varesh nga Perëndia. Çfarë nën kuptoj me këtë? Vazhdo ta besosh atë, vazhdo ta dëgjosh atë, vazhdo të flasësh me atin. Kur ju dhe unë mësojmë të jetojmë një jetë të hapur ndaj Perëndisë së gjallë, thjesht me një besim fëminor, nuk ka mënyrë për të shpjeguar çfarë mund të bëjë Perëndia në jetën tuaj dhe përmes jush. Mjafton të dorëzojmë veten tek ai, të varemi tek ai, të besojmë në të. Ai është i përgjegjshëm. Ai është i kudo gjendur. Ai është gjithnjë atje, gjithnjë i kudo gjendur. Nëse kam një varg të vetëm që mbasi ka qenë një garanci për jetën time gjithë këto vite, gjendet tek libri i fjalëve të urta, kapitulli i 3, vargjet 5 deri në 6. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Solomoni thot tek fjalët e urta, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 6: beso në Zotin me gjithë zemër dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. A e dini se çfarë ndodh? Kur mësoni ta jetoni jetën tuaj me besim, të mbështetur tek Zoti, për çdo nevojë, çdo dëshirë, të mbështetur tek Zoti në kohë të vështira dhe në kohë të mira, ja se çfarë ndodh. Një ndjej lumturie do ta mbush plot jetën tuaj, një kënaqësi e papërshkrueshme do t'ju përshkojë. Do të jeni i lumtur dhe i mbushur, madje edhe në momentet më të vështira të jetës, kur duket sikur djalli mund t'ju shkatërrojë. Në këto kohë të vështira, kam mësuar se Perëndia të jep një gëzim të pashpjegueshëm. Kam mësuar se jeta nuk ka mbaruar dhe se nuk kam pse t'i lëm mënjan ëndrat e mia. Unë nuk kam pse të plakem prej shqetësimeve, vështirësive dhe dhimbjeve në zemër, por të vazhdoj të besoj me një besim të thjesht në të gjithë pushtetshmin Perëndinë e gjallë
që më do pa kushte. Pavarësisht çfarë vjen në shtegun ton, ne do të kemi sukses. Do të ecim përpara, do të rritemi, do të kemi rezultate dhe ëndrat tona do të bëhen realitet. Ju nuk keni pse të plakeni derisa zgjedhni të jetoni me Perëndin. A do të plaket trupi juaj? Po. Por ju nuk keni pse të plakeni në mendjen tuaj, në shpirtin tuaj, në zemrën tuaj. Kjo është një zgjedhje individuale dhe uroj sot që të zgjidhni më të mirën e Perëndis. Sot thjesht dua t'ju pyes, pavarësisht nga situata e vështirë në të cilën mund të ndodheni, a mund të gjeni forcë që t'i kërkoni Zotit Jezus Krisht t'ju ndihmojë? Nëse nuk i keni besuar atij asnjëherë si shpëtimtarin tuaj, gjëja e vetme që mund të kërkoni është mëshirë dhe falje. Dhe kur e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj personal, do të keni privilegjin, të drejtën dhe autoritetin të shkoni tek Ati qellor përmes Zotit Jezus Krisht që vdiq në kryq për mëkatet tuaja dhe t'i tregoni ëndrat, qëllimet dhe dëshirat tuaja. Këtë thot Perëndia tek Psalmi 37, vargu i 4. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Nëse do të gjeni kënaqësinë tuaj në atë, ai do t'ju plotësojë dëshirat e zemrës. Këto dëshira duhet të na mbajnë të rinj në shpirt, të përkushtuar në atë që ai na kërkon të bëjmë dhe të presim në të e të shohim çfarë do të ndodhë. Sa herë që mendoj rreth jetës së krishter, ngazëllohem. Kështu e para vazhdoj të mësoj mënyrat e Perëndis. Së dyti vazhdoj të shoh punën e Perëndis, të shoh se si vepron ai. Ai dini çfarë? Si mund të plakemi në mendjen dhe në zemrën tonë kur Perëndia ynë i mrekullueshëm vazhdon të bëjë diçka të re dhe të përsosur ditë pas dite në jetën tonë? Kjo është vetëm zgjedhja jonë. Dua t'ju inkurajoj se nëse ju nuk e keni pranuar kurrë Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj, lutuni së bashku me mua. Atë e di se kam mëkatuar ndaj teje. E di se mëkati im më ka ndarë prej teje. Unë nuk e kam atë kënaqësi dhe paqe për të cilën po flitet në këtë program. Ndaj sot të kërkoj të më falësh mëkatet e mia. Unë besoj se Jezus Krishti vdiq në kryq, zuri vendin tim dhe pagoi dënimin tim. Tani unë pranoj Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim personal. Ndërsa luteni, Perëndia do t'i falë mëkatet tuaja. Emri juaj do të shkruhet në librin e jetës së qenjit. Do të pranoheni prej tij dhe do të lindeni në familjen e Perëndis. Parajsa tani është shtëpia jote. Ju keni një fat krejtëri dhe të përjetshëm. Ju keni një arsye të shkëlqyer për të jetuar dhe për të qëndruar i ri gjatë gjithë jetës suaj, duke i shërbyer Perëndisë së gjallë. Ankthi bluan shpirtin tuaj dhe stresi mundon trupin. Por, Dr. Stanley e bëri të qartë se ata që besojnë tek Zoti dhe mbështeten tek ai mund të jetojnë pa strese, sepse e dinë që Perëndia ka nën kontroll gjithçka. Edhe pse të gjithë do të plakemi një ditë, ne nuk duhet të ndihemi të vjetër. Psalmi 92, vargjet 12 deri në 15 na kujton se i drejti do të lulëzojë si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit do të lulëzojnë në kopshtet e Perëndisë tonë. Do të japin frytet edhe në pleqëri. Do të jenë të lulëzuara dhe të blertë, për të shpallur që Zoti është i drejtë. Ai është kështjella ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi tek ai. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valleteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshi. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.